Kjo është një dëshmi që Forca e Sigurisë të Kosovës është ngritur në kuptimin profesional dhe gjithmonë me standardet e NATO-s. Nuk është misioni i parë, kemi pas edhe misione të tjera, ka pas edhe misione të tjera. Në kanë bërë muni krenar në çdo mision që kanë marrë pjesë dhe nuk e diskutojnë që nuk do të ketë edhe sukses, por është shumë e rëndësishme, domethënë mirëqenia tyne dhe trajtimi i tyre, domethënë gjatë misionet atje, por me siguri ne jemi para të punë që t'ju krijojmë sa më shumë kushte sa më të mira që ata ta kryejnë detyrën dhe misionin e tyre mbi bazën e ligjeve. U tha edhe këtu dhe kush ka menduar që na kemi ardhur në këtë fazë që mos me qenë na konsumus të sigurisë, po jemi prodhues të sigurisë, që është një arritur e jashtëzakonshme. Që është dorë zemër hera parë, cila merr pjesë në emision të kësaj natyre, të mbajtjes paqes, ku janë edhe në kuadër të shumë ushtrive të tjera. Ne si Lidhja Demokratike e Kosovës e mbështesim këtë mision, e mbështesim FSK-n, por në njëjtën kohë kërkojmë që këta pjesëtarë që do të zbarkojnë në këtë forcë, në kuadër të forcës stabilitetit në Gaza, ta kenë mbështetjen e plotë, qoftë aspektit logjistik, qoftë aspektit pajisjeve, cilat do të shfrytëzohen atje, të aspektit shëndetësor, financiar. Ky vendim i qeverisë është një vendim që e rrumbullakson përpjekjen e kamëtshme të Forcës së Sigurisë të Kosovës, po sidomos vendimin për të marrë pjesë në këtë operacion të paqbërjes dhe jam i sigurt me ato informacione që kemi se janë shqyrtuar gjitha kërkesat me kujdes edhe të Forcës së Sigurisë të Kosovës sipas standardeve të NATO-s dhe të aleatëve, prandaj edhe qeveria ka qenë shumë e kujdesshme, Ministria e Mbrojtjes që i ka akomodu të gjitha kërkesat që dalin konform standardeve të shteteve që marrin pjesë në këtë operacion. Prandaj këtu padyshim që jemi të sigurt që asgjë nuk do të mungojë edhe nga aspekti operacional, mbështetjes logjistike, por edhe të mirëqenies, për shkak se